Përshëndetje miq dhe dashamirë të televizionit Syri. Kemi kaluar një javë të mbushur me aktivitete në vigjilje të festës së 28 nëntorit. Është një festë kombëtare e cila na lidh me historinë e Skënderbeut, na lidh me fjalët të bukura dhe kuptim plot të Ismail Beut, por na lidh edhe me luftëtarët tanë, me sakrificën, me heroizmin dhe me gjithë ata njerëz të cilët ndër vite rrugtuan për flamurin ton kombëtar. Prandaj më lejoni që nga kjo studio edhe një herë t'u uroj 28 nëntorin kombëtar të gjithë juve që vazhdimisht përpiqeni të jeni pjesë e emisioneve tona, kudo ku ka shqiptar gëzuar dhe urime festën e flamurit. Se cila është historia? Historia është një shkencë e cila në vete ka veçantinë e saj. Është një shkencë e cila i mëson fëmijët të edukohen dhe të marrin njohuri mbi shtetëndërtimin e tyre dhe mbi atë se çfarë janë dhe si janë. Por sa u lejohet kjo mësimdhënësve të historisë, sa ata janë gati në autonominë e tyre profesionale të zgjedhin më të bukurën për të promovuar ekzistencën kombëtare. Të ftuar kemi 2 mysafirë të cilët ndër vite ligjerojnë lëndën e historisë dhe do të përpiqen që përmes diskutimit ton të elaborojnë gjithçka që kanë të bëjnë me tekstet në arsimin parauniversitar kur bëhet fjalë për lëndën e historisë, gjithsesi edhe për festat kombëtare dhe rëndësinë e tyre. Mirë se erdhët dhe faleminderit. Zoti Ali Gashi, profesor historisë në Gjimnazin Hajdardushi. Faleminderit që u bët pjesë e emisionit tonë në këtë ditë feste. Gjithashtu edhe zoti Kriger Amaja, profesor historisë në Shkollën e Mesme të Ullët Ahmet Rustemi në Bec. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Gëzuar festën, shëndet edhe mbarësi. Gjithçka duket e bukur kur na afron historia, sepse në një farë forme na ofron kur e njohim historinë tonë, e dim kush jemi, dim rënjët tona, dim çfarë kanë bërë të tjerët për ne. Thjesht mësojmë një farë lloj rrugëtimi të ekzistencës tonë. Librat e historisë ne kemi kaluar gjithë, kemi qenë nxënës, kemi mësuar shumë çka dhe përgatitja jonë profesionale gradualisht ka ndryshuar her pas here. Profesor, na thuaj, sa është e rëndësishme një detyrë profesorit të historisë të bëhet ashtu siç duhet? Fillimisht, nëse më lejoni, dëshiroj t'i përshëndes gjithë shikuesit e juaj të televizionit Syri, si dhe gjithë kombin shqiptar kado që janë urime festën e flamurit. Një festë madhështore që simbolizon qëndresën, heroizmin, sakrificën e popullit shqiptar, që edhe shqiptarët jenë një komb i lirë sikur gjithë popujt tjerë edhe në Evropë po edhe në botë. Sa i përket profesionit tonë dhe vështërsitë apo përparësitë që pasqyron profesioni jonë në ligjërimin e lëndës së historisë, sot për sot janë të shumta, janë më të lehta, sepse kemi informacione më shumë, kemi informacione të pa cenzuruara, jemi të lirë, prandaj edhe mundohemi që në maksimum t'ju sjellim burime dhe informacione nxënësve tonë, jo vetëm për historinë kombëtare, por edhe për historinë e përgjithshme, për arsye se historia jonë kombëtare është shumë e ndërlidhur me ngjarjet historike që kanë ndodhur në gjitha periudhat historike, edhe te popujt evropian. Prandaj edhe ne mundohemi që vazhdimisht t'i orientojmë të mita nxënësat tonë që gjejnë edhe burime tjera jashtë teksteve shkollore, që kështu ta bëjmë një, si me thonë, inkorporim edhe të informacione që nuk janë në libër, mirë po që mirë të drejten ato nuk paraqesin edhe domosdoshmëri për me tek vlerësimi i nxënësve. Do thotë, me kohë ju tregojmë nxënësve që sa më shumë informacione që marrim, është shumë më mirë, pasuroheni me dije, me informacion, mirë po, kurrikula jonë na krijon fleksibilitet, autonomi, por na obligon edhe përgjegjësi dhe llogaridhënie. Prandaj vlerësimet i bëjmë vetëm në bazë të kompetenca dhe rezultateve që burojnë nga kurrikula e Kosovës. Faleminderit. Profesor, duke qenë se historia është një shkencë thelbësore e cila në esencë e çon nxënësin drejt një aktiviteti njerëzor, cili është roli juaj si profesor i historisë? Atëherë unë ju përshëndes, ju falenderoj për ftesën. Historia që në lashësi do të thotë është quajtur si mësuese jetës, apo historia është magistri vita est, si kur e kanë quajtur. Edhe për
me brymos personalitetin e një personi nuk mundesh me të i kalu pa njohur historinë mirë. Sidomos historinë kombëtare e pastaj historinë e përgjithshme të shoqërisë. Tek historia ne, si mëdhënës të historisë, e kemi një obligim pak më të madh se mëdhënësit të tjerë. Për arsye se ne duhet t'i tregojmë çdo fëmijë, çdo nxënësit ton që kush ka qenë, kush është dhe kush do të jetë në të ardhmen. Sepse në rast se ai nuk e din se kush ka qenë dhe kush është, në të ardhmen do të harrojë dhe do t'i përsëritet prapë ajo që ka qenë. Ne kemi për obligim që nxënësit ti mësojmë se si mësohet, jo t'ju servojmë gjërat të gatshme, por atyre ti mësojmë se si duhet të mësojnë historinë, si kanë qenë ngjarjet dhe si ata mund të elaborojnë ato ngjarje edhe t'i krahasojnë. Nëse ne nuk e kemi kryer rolin e asajna që t'ju ofrojmë nxënësve që t'i krahasojnë ngjarjet edhe ta marrin ata që mendojnë ata që është më mirë për ta, ne nuk e kemi kryer rolin tonë si pedagog. Kështu që historia është edhe roli im si mëdhënësit të gjitha lëndë, por veçanërisht të historisë është që ne t'i mësojmë nxënësit se si mësohet, jo t'ju japim gjërat të gatshme. Cila është struktura teksteve shkollore kur jemi tani të festat kombëtare dhe kjo është edhe thelbi i diskutimit tonë sot? Çfarë strukture kanë tekstet shkollore, qoftë nga shkolla mesme ullët, qoftë nga gjimnazi, shkollat e larta, profesionale, nuk kanë, por gjimnazi. Në një farë forme, sa ka aty hapësirë që njëri i cili ka lindur në periudhën e pas luftës, nuk ka arritur t'i marrë ndoshta informatat bazike nga familja kur bëhet fjalë për festat kombëtare? Testet tona shkollore përfshin gjitha periudhat historike. Si që tha dhe kolegu, nëse nuk i mësojmë historinë në mënyrë kronologjike, ne nuk mund ta kuptojmë kush kem qenë, kush jem edhe në ardhmen, çfarë synimesh do të kem si kombë, si shoqëri. Prandaj struktura sot tekste shkollore, sidomos të fundit, kanë një strukturë më përmbledhëse, kanë më shumë informacione, edhe ajo shpërndarja orëve është bën në atë formë saqë thashë mësojmë historinë e përgjithshme, kontekstin e përgjithshëm, mirë po përfshirja e historisë kombëtare shumë më madhe sot. Kemi orë më shumë, kemi hapësinë më të madhe, edhe thash kemi mundësi sot që të holumtojmë, studiojmë. Çfarë mësojnë nxënësit për historinë kombëtare? Për historinë kombëtare, do të thotë duke filluar tash nga klasa 5, që mësojnë për periudhën ilire, pastaj mësojnë për mesjetën, periudhën e Skënderbeut, mësojnë për periudhën e pashalliqeve shqiptare, pastaj kemi shumë të theksune edhe krizën lindore apo rilindjen kombëtare që bëron platforma politike e kombit shqiptar, pikërisht bazamenti i shtetësisë së Kosovës, për shkak se edhe shqiptarët, edhe rilindasit në parim, ose si diçka parimore ju kushtun çështjes së iluminizmit, arsyes, do thotë mas parit ngritet vedia kombëtare, arsimore, e pastaj të vazhdohet me hapa tjerë drejt një autonomie politike, edhe në fund pavarësisë kombit tonë. Prandaj edhe shqiptarët, këto janë pra temat që i trajtojmë, pastaj kemi përfshin gjitha ngjarjet historike, periudha rilindjes që përfshin deri tek shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, për shkak se kemi thënë, rilindja, ju shpjegojmë nxënësve tonë, rilindja është një lëvizje kulturore, politike, që synon çlirimin dhe bashkimin e gjitha trojave shqiptare në një shtet të vetëm. Shumë dimensionale. Dhe pikërisht shpeshherë ju bëjmë pyetje nxënësve për shembull, pse thojmë fillojnë në gjysmën e parë të shekullit 19 dhe përfundoi pikërisht në vitin 1912, sepse vitin 1912 ata dinë që shënon kulmin. Do thotë ata që shqiptarët e kanë synuar me shekuj, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Pastaj fillon periudha e ndërtimit të shtetit shqiptar, të qeverive, të qeverive tjera, kështu që këto janë fillimisht i ceka këto ngjarje, por mundet edhe kolegu im na ndihmo pak se mos deshta me cek këtu ashtu sikur se tha profesori mirë, shumë e elaboroi, por është interesant se dallimi në mes të teksteve shkollore të mëparshme dhe tashme dallon në atë se përpara mësonin vetëm për ngjarje. Tregonin një ngjarje, domethënë, por tash mësojmë edhe për personalitetet e ngjarjeve. Kjo është veçantia. Veçantia atyre është se tashti mësimi bëhet përmes, ose shpjegimi i lëndës, shpjegimi i atij brumi që është, bëhet përmes
personaliteteve. Personalitetet të cilat, sepse asnjë ngjarje nuk zhvillohet pa qenë në sfond një personalitet ose në disa personalitete. Kështu që tash i kanë dhënë hapësirë pak më të madhe, domethënë personalitetet të shquara kombëtare që kanë marrë pjesë në ngjarje të ndryshme kohore. Dhe përmes këtyre personaliteteve ne e njohim shumë më mirë. Por unë desha me cek edhe një thënie që e thotë Ranke, është historiografi më i njohur botnor dhe është themeluesi i historiografisë botnore perëndimore, fjala ku aty metojmë të shkojmë. Ai thotë saktësisht, personalitetet janë ato të cilat e bëjnë historinë, por personalitetet duhet të mbështeten në fakte. Në kohën kur kanë jetuar. Nuk mujmë na për shembull një personalitet që ka jetuar në shekullin 19 më janë vesh një thënie ose diçka ku na se ka thonë. Edhe nuk kemi burime arkivore që ai e ka thonë ose e ka bërë atë. Kuptohet. Kështu që Ranke, nëse ne mbështetemi te Leopold von Ranke, Gjermani, i cili e ka pasë sistemin shkollor të prosisë së hershme. Profa e din shumë mirë kush ka qenë prosia dhe çfarë sistemi, domethënë arkaik kanë pasur të studimit. Ai thotë saktësisht, historia mësohet në bazë të burimeve arkivore. Në rast se historia nuk mbështetet në burime arkivore, burimet orale, burimet domethënë materiale janë dytësore. Burimet arkivore të shkruara, fjala. Po, realisht, për me lidh bashkëbisedimin edhe me ju, profesor, në asnjë tekst shkollor nuk është mirë të kemi gabime. Ato edhe pse gjithmonë flitet për gabimet të mundshme në brendi të faqeve të secilit libër shkollor. Po kur jemi të tema, kur jemi të historia, kur kemi data, periudha, epoka, të cilat e lidhin një këmbë, e lidhin një histori, një vit i shkruar gabimisht, deri në një libër të dytë, deri në një botim të dytë, do të kalojnë gjenerata që do të marrin një informat të tillë. Sado që profesori do t'i thotë, ky vit është gabim. Ne në gjuhën shqipe mund ta bëjmë gabim lindjen dhe vdekjen e një autori që zguxojmë, po nëse do të jetë ashtu, edhe mund ta përmirësojmë. Por titullin e veprës nuk guxojmë ta gabojmë. E kështu që te datat historike, kombëtare, këtu është secila periudhë e ka fillimin dhe mbarimin e saj. Po. Por historia sot duhet mësohet në kontekstin e zhvillimeve ekonomike, politike, sociale, shoqërore të kohës. Prandaj edhe gjatë përpilimit të teksteve, më vjen mirë sot se tekstet, sidomos të fundit, i kushtojnë rëndësi kësaj. Do thotë i kushtojnë rëndësi dhe është ka një gabim teknik kështu, mirë po para ta jem na profesorët aty ka herë dhe ju spjegojmë nxënësave, i detyrojmë me përmirësu me laps aty në libër që nëse shkruaj diçka gabimisht me fjalia apo naj. Se zakonisht ato janë gabime teknike që pasqyrojnë tash ose vitin ose datën, edhe ato janë gjëra që mund të na ndodhin. Por është mësimdhënësi ai i cili duhet patjetër mos i ikaj ai element. Dikush mund të jetë më i vëmendshëm, dikush tjetër jo, dhe nxënësi do ta mësoj pikërisht atë vit të gabuar. Dhe do të thotë ky personalitet, që the është e rëndësishëm historia përmes personalitetit, e ka zhvilluar aktivitetin e vet në këtë vit, edhe ai të tillë do ta marrë informatën për një kohë gjatë. Po ata normal që duhet me pas kujdes, mirë, po prapë është përgjegjësia e mësimdhënësit, sepse një mësimdhënës nuk mund të jetë i përgatitur në orë mësimit në rast se nuk paraprakisht nuk e ka bën një përgatitje bile formale, edhe pse e njohim rrethanat e tana. Mirë, po them edhe herë, zhvillimet historike duhet shpjeguar në kontekstet shoqërore, të kohës, edhe shoqëror edhe politik. Për shembull ta marrim një rast, shumë mirë sot pasqyrohet, për shembull, na kemi një histori që mund tërhekim një analogji, për shembull, periudha shpalljes pavarësisë Shqipërisë edhe periudha shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pra do të thotë nxënësat kanë mundësi që shumë qartë ta kuptojnë edhe të bëjnë një analogji, një analizë se pse në fillim shekullit 20, fuqitë e mëdha evropiane nuk e mbështeten aq fuqishëm Shqipërinë. Edhe pse tash ndodhi kjo në shekullin 21, do të në fillim shekullit 21, plot pas 100 vite, ta përmirësojnë atë gabim historik që e bën shqiptarëve. Pra do të thotë, në këtë kontekst unë mendoj që duhet si mësimdhënës, si nxënës ta mësojnë historinë. Pra në bazë të analizës, si tha kolegu, jo në ma bazë vetëm lexo edhe si, po në bazë të analizës. Se duke analizu, ne e mësojmë historinë, i përmirësojmë gabimet, por ajo që duhet kemi kujdes, edhe ne si mësimdhënës, edhe autorët e teksteve, ngjarje si ngjarje duhet shkruhen, se historia nuk
Nuk ndryshon, ngjarjet nuk ndryshojnë. Mirë po ajo që historian duhet me përçu një mesazh, ta mësojmë historinë të kaluarën tonë, po kokën ta kthejmë përpara. Sikur ka ndodhur me popujt evropian, sidomos me Francën edhe Gjermaninë, që kanë bërë lufta me shekuj, mirë po pas luftës së dytë botërore ata e arkivun historinë, e shkruan historinë, mirë po i dhanë përparësi bashkëpunimit, integrimit edhe ecën përpara. Kështu që edhe na për fat keq, libra është shumë mirë përshkruane, që politikat hegemoniste, shoveniste të shteteve fqinje kanë qenë të përhershme karshi tokave shqiptare. Edhe ne duhet ta mësojmë atë histori. Mirë, t'ja tregojmë nxënësve tonë që mos gabojmë, mirë po duhet edhe t'i frymëzojmë nxënësat tonë, edhe gjeneratat tona që ta hecim kohën përpara, të kthehemi përpara sepse vetëm ta njohim historinë, por të kërkojmë të tanishme. Ne si popull mos ta do të thotë imitojmë ose mos ta përvetsojmë atë politikë shoveniste apo hegemoniste të shtetit slav. Ne të jemi popull më demokratik, më lirë sepse historia jonë ka treguar që asnjëherë populli shqiptar nuk ka pretenduar tokat huaja. Vetëm gjithmonë ka mbrojtur tokat e veta. Faleminderit. Po, deshta me shtu diçka tek profa që e tha me metodologjin krahasuese në mësimdhënien e lëndës së historisë. Është shumë interesant që ne nëse nuk e praktikojmë metodologjin krahasuese në kuadër të orës, jo vetëm të lëndës, po edhe në kuadër të orës së historisë, ne nuk kemi arritur asgjë. Ne nuk për shembull, ta marrim një shembull tash, profa mori një shembull pak më ndryshe te pavarësia e Shqipërisë vitin 1912 edhe pavarësia e Kosovës vitin 2008. Mund mi morën personalitetet e shquara të pavarësisë së Shqipërisë të vitit 1912 dhe 2008-s. Ti shohim nivelin e tyre intelektual, nivelin e tyre kombëtar sa kanë kontribuar kështu më radhë, edhe do ta shohim një diskrepancë shumë të madhe. Sepse po ti krahasojmë Si do t'ja u bëjmë më qasshme? Më qasshme atyre do t'ju... Ne nuk guxojmë ju thonë se ky ka qenë i mirë, ky i keq. Ky ka qenë i pa shkollë, ky ka qenë njeri i nivelit akademik. Po ne vetëm do t'i japim formën se si holumtoni ju dhe gjeni. Të aktiviteteve të cilat. Ne do t'ju thojmë urdhnoni që faqen zyrtare në internet, gjeni shkollimin e Ismail Bej Qemailit, gjeni shkollimin e Luiç Gorakuqit ose Surja Bej Vlorës, se ka qenë njërë ndër kryesorët, personalitetet jashtëzakonshme aty që ka qenë, domethënë, ose Dom Nikol Kaçori, edhe gjeni personalitetet e vitit 2008, edhe bëni një krahasim edhe në aspektin intelektual edhe në aspektin kombëtar. Edhe ata do ta gjejnë se ku jemi si shoqëri. Një detyrë të tillë dhe ajo ne po thonë nga praktika. Po, edhe si ka dalë? Është t'ja lojmë imagjinatës tash se si janë shumë interesant. Është shumë interesant sepse shumë e qelluar, një detyrë interesante. Nxënësat tonë mos harroni janë intelektualët mirë vjet. Po. Edhe po t'ju japish një detyrë do ta bëjnë më mirë se sa ti mendon se do ta bëjnë. Për arsye se ai gjatë gjithë kohës ka më hulumtu edhe ka më marr veten se ju ka besuar një detyrë. Vetëm atina bëhet e rëndësishme në orën mësimore. Bëhet e rëndësishme me lëndën të cilën as ka mëson, me brumin që është, edhe do ta shohësh se kush është thonësi. Por fatkeqësisht nivelet e shkollave tona tash do ku nisën nga kolegët e mi mësimdhënës që i kena në gjitha nivelet, nuk jemi të asajna që ne ju përkushtohemi 100% arsimin. Po mirë me do punë dytësore, arsimin e marrim si. Edhe për atë arsye shkollat tona nuk janë niveltuar. Duke përqelluar nga. Faleminderit. Po pra po kthejnë atë ajo. Si e bën atë relacionin, për shembull, si duhet t'i qasemi metodologjisë punës. Pra po kthejna se është koncepti kohor. Aty bazohen. Do të thotë rrethanat politike, historike, shoqërore, kulturore, do të thotë të periudhës rilindjes të shpalljes pavarësisë Shqipërisë 1912, edhe për shembull një krahasim me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Pra do të thotë duhet në këtë kontekst ta shpjegojmë historinë, që përmes metodologjisë mësimdhënies, sot është më mirë, më udhës që fëmijët i angazhojmë në projekte, të cilat ata bëhen vetë hulumtues, bashkëpunues, bëhen më kreativ, edhe do të thotë qasja në mësimdhënie edhe mësimdhënia shumë më produktive. Cila është detyra profesorit të historisë
në festën kombëtare, do më thënë 28 nëntori, ta zëm ai nuk se ka pushim ditën e hënë kur është fest, por ditën e premtë çfarë do duhej të bënte. Ishte shumë e qelluar nisma e Ministrisë së Arsimit për parandalimin e dhunës ndaj gruas që ishte e detyruar që ora e parë e mësimit. Por a do t'ishte në një moment të dytë edhe në vigjilje të festës, pavarësisht është e ejtë e premte nëse festa është 2 ditë pas, ta kemi një orë të gjithë orën e parë, se të gjithë njohim diçka nga historia, sepse nxënësi në shkollën e mesme profesionale për shembull të mjekësisë nuk ka histori fare, dhe ai për 3 vjet të shkollimit të tij vetëm gjua shqipe ka mund t'i ndihmojë me ndonjë ese ose diçka të shkruar për festën kombëtare. Kështu që do t'ishte udhës që të kemi diçka të tillë edhe. Gjithmonë si shkollë dhe si institucion e praktikojmë orën e parë që të flitet për atë ngjarje historike, e le më për shembull që dita e shpalljes pavarësisë është diçka e jashtëzakonshme, e veçantë për popullin shqiptar. E praktikojmë ta. Bile dje për çdo orë si mësimdhënës i historisë e kom planifiku me bën një përforcim të lëndës, sepse mu ka lidh me, edhe plan programi mu ka lidh me periudhën e rilindjes kombëtare deri tek shpallja pavarësisë. Ke qëndruar edhe do të thotë si mësimdhënës unë personalisht e kom realizuar ato. Edhe kom bisedu me nxënës, ju kom fol për pavarësinë, e kështu me radhë. Po edhe kolegët e mi tjerë kanë bë. Edhe bojnë vazhdimisht. Unë në shkollën tonë gjithmonë i kushtojmë rëndësi. A duhet i kushtohet rëndësi? Patjetër. Profesor, puna është kështu. Këto nivele shkojnë nga mashti do të mirë. Është një praktike mirë që nga viti 2008, të më thonë, e tutje, mashti gjithmonë nëshon një qarkor, një udhëzim, i cili parashe, sikur se dita e kundërdhunës që ke, një ashtu e ka parapor edhe viteve të tjera që ti kushtohet për shembull epopesë UÇK-s, edhe këtyre ngjarjeve që janë me rëndësi historike të kombit tonë. Po ashtu është mirë që nga nivelet më të larta të mirën këto vendime. Sepse, unë i thash edhe në fillim, nuk është e njëjtë shkolla me shkollë dallon. Dallon mësimdhënësi me mësimdhënës. Dallon qasja e provit të shkollës ndaj mësimdhënësve dhe nxënësve në shkolla. Ne e dim ato, sepse jemi që 20 vite në arsim. Kështu që, e mira ka qenë që mashti të mirë, do më thonë të nëshon qarkore gjithmonë në datat të caktuara. Do thonë edhe ajo bëhet e domosdoshme, s'ki qare pa bë. Kështu që, po mos e bën mashti, duhet drejtoria komunale e arsimit ta bëjë. Domethënë të ketë nisma nga nivele më të larta për arsye se në farforme ne kurrikulën e kemi ato të cilën duhet ta realizojmë. Po. Një mësimdhënës i suksesshëm e realizon mbi 90% të kurrikulës. Po, mirë, po kurrikula ta jep edhe mundësinë e autonomisë sate që ti më bën një orë tjetër, e cila do të jetë në favor ose thjesht në të mirë të nxënësve. Po, profesoresh, po. Mësimdhënësi nuk mundet të jetë në një klasë ku janë 12 klasë, për shembull në 12 të 10-ta, nuk mund të jetë në 12 të 10-ta. Por çdo mësimdhënës mundet orën e parë t'i kushton asaj. Nga aspekti praktik nuk... Të jetë e specifikuar mirë, me qarkore shumë në rregull. Edhe nëse nuk kërkohet pe ministrisë, edhe pe DKA-s, është e the shumë qartë, është autonomia dhe fleksibiliteti i punës të mësimdhënësi, i cili e ka obligim kombëtar, moral, patriotik, që një orë t'ja kushton kësaj ngjarje kaq madhështore. Do thotë vetë do të më konë ndërgjegja çdo mësimdhënësi, edhe kish na lu çdo mësimdhënës, pavarësisht si e ka situatën me plan programasi. Ngjarjet si pavarësia, ngjarjet si shpallja pavarësisë Shqipërisë, edhe Kosovës, janë ngjarjet që pasqyrojnë tash në fillim luftën shekullore, sakrificën, gjakun. Më intereson me ditë nxënësat, sa janë ata të vullnetit të mirë për me i marrë këto informacione, me shtu informacionin, me kërku kur është bëhet fjalë për festat kombëtare. Se jo rrallë ndodhë për me 28 nëntor, ishe do lëvizje jo shumë të mirë atyre. Si ti bëjmë ata të përgjetshëm për festën kombëtare, për rrugtimin e flamurit tonë, brenda një orë 40 minutëshe? Unë mendoj mas pari është përgjithësi e mësimdhënësit. Duhet jetë autoriteti vetë mësimdhënësit i cili ai i qaset asaj procedure. Ta zënë deri këtu jemi në rregull. Do thotë tash nuk është të thonë që nuk kemi pa në për televizione
intervista kur i kanë pyet të rinj kur është pavarësia e Kosovës e kur është pavarësia e Shqipërisë që nuk i kanë ditë. Këto janë faktor që sinjale që duhet me na turpëru të gjithëve neve, nëse fëmijët tanë nuk i dinë këto data të rëndësishme. Dhe nuk është që i dinë të gjithë. Jo pse kemi bërë studim, po nga ajo që kemi parë. Tash mësimdhënia është përgjegjësi e mësimdhënësit, e profesorit. Mësimdhënia është përgjegjësi e dyve më shumë, edhe nxënësit, po edhe mësimdhënësit. Jo që profesorët nuk i spjegojnë fushat e tyre. Mirë po tash çësia në mësimdhënie varet shumë edhe nga vullneti i fëmisë, edhe për kushtimi i tij, edhe përgjegjësia e tij. Do të thotë jo gjithherë na mundohem me i bind gjithë nxënës me mësue. Por ajo që është përgjegjësia jona, si mësimdhënës është me përçu mesazhin, me bë çmos që me përçu atë mesazh, atë informacion të fëmia. Tash prap mbetet sado kudo edhe ndërgjegjen e fëmisë. Prandaj edhe unë shpeshherë ju them nxënësave, për ta ekziston vlerësimi, sepse sikur mos ekzistonte vlerësimi, prej nishit deri në 5, atër nuk do të kishte kuptim. Mirë po, është përgjegjësia e mësimdhënësit me bë përpjekje maksimale me e nxit një debat, me kriju një harmoni në klasë që ti tërheq të gjithë nxënësit vëmendjen e tyre drejt kësaj ngjarje. Se do të ishte shumë e mirë nëse diskutohet edhe nëse ti e merr një farë informate kthyese prej gjeneratave të reja në mesin e 30 vetëve se sa njohuritë e tyre kanë të i kaluar ato elementet bazike ose elementet elementare. Si qëndron puna? Cili është vlerësimi juaj? Po sasoj që tha profesori, është interesant që nxënësat tonë tashmë edhe janë familiarizuar me festat tona kombëtare. Në pamjet e parë mund ta dish, sepse zakonisht para festës së 28 nëntori, ditën e fundit që është para që marrë 28 nëntori, 90% e shkollës e ki kuqezit e veshur, sepse simbolizon flamurin. Po ashtu edhe në festën, domethënë në shkurtit e kemi kaltër edhe verdh, domethënë që simbolizon ato. Por është interesant që ne në farë forme nuk e kemi atë promosme, atë traditën e mbomendjes. Ne po na intereson me ditë vetëm ato gjëra që na hyjnë punë çdo ditë. Aty ndoshta nxënësat nuk e morrin si relevante për ditë, domethënë përditshme ata që duhet me mësu ata dhe me memorizu në mendje. Pra atë arsye domethënë këtu kena një problem na, shumë të madh. Jo vetëm tek datat kombëtare, por edhe të gjëra tjera. Por ata më tepër janë të dhënë nga teknologjia, janë të dhënë nga gjërat e përditshme që ndoshta kanë për të mirën e tyre, sepse në të ardhmen teknologjia do t'i përket botës edhe jo, domethënë disa gjëra që janë. Pra aty unë e them që nuk është krejt që ata nuk i kushtojnë rëndësie, domethënë nuk janë edhe aq shumë të dhënë pas kësaj pune. Sepse na i shohim në pamje të para shohim se ata janë gadinë për çka po bëhet fjalë. Të gjithë edhe ju jam shumë e sigurt që e dini atë mendimin e bukur të vepra tregtar flamujsh, se nuk është që vetëm duhet të blejmë një flamur e të themi vetit se e dim historinë, bile ai si e akuzon ata që shesin flamujt, sepse nuk guxon të përkthehet në diçka të tillë. Edhe veshjet kuqezit të nxënësve shumë të mira, ajo edhe thjesht pamja që merr shkolla, po në esencë a është edhe në shpirtin e tyre, këtë dua ta marr prej jush, në shpirtin e tyre ajo ndjenja dhe dashurisë, ndjenja e patriotizmit, apo vetëm nga jashtë reflekton? Këtë dua ta di. Nëse nisem nga parimi i relativitetit, asgjë s'është absolute. Po, kuptova. Tash ne nuk mundohemi, na mundohemi 100%, mirë po tash sa ka efekt, ora jonë, mesazhi jonë tek fëmijët tash varet edhe prej faktorit ai që e pranon informacionin. Po në shumicën e kohës, unë punoj me të rritun, tash profesori punon edhe me grup mosha më të vogla, unë punoj me maturant, dhe tash edhe pjekuria, dhe niveli i pjekurisë nxënësve ndryshon prej shkollës fillore. Gjithsesi. Tash me të vërtetë ne sot teknologjia është shumë e mirë se ardhën. Mirë po teknologjia ka pak i ka bën barë nxënës. Që do thotë duhet është e mirë që edhe teknologjia të jap informacion. Mirë po njeriu ka nevojë edhe për botën subjektive, edhe për ndjenjat nacionaliste, sepse edhe ato ushqejnë ndjenjen tonë.
Na shpeshherë kur flasim për nacionalizmin si term, ne dim se ai filloi në fund shekullit të 18 dhe në fillim shekullit 20, 19, do të thotë ai pasqyron identitetin kombëtar, sepse qëllimi i nacionalizmit është me lidhë njësinë politike me kombin, me vlerat, do të thotë, me identitetin tonë kombëtar, me gjuhën, do të thotë me traditën, me kulturën, me gjakun. Për ata edhe filloi krijimi i shteteve nacionale në Evropë fund shekullit të 18 dhe në fillim shekullit 20, ku pjesë e këtyne parime u bon edhe shqiptarës, edhe na kishim drejt më bu. Kështu që unë personalisht mundohem mjaftueshëm mi spjegu gjanat në temele, dhe duhet çdo kolegë që sa më të thjeshtësune, ti spjegojmë sot gjanat, sepse informacionin nxënësat më gjejnë kudo, nuk ka sikur në kalunen. Për shembull, sot qasesh në Google edhe për një herë ti e gjon informacionin. Gjatë procesit mësimor ti e spjegon një detaj, edhe ka herë është mirë, po keq përdorat atë, se më thon nxënësa, po që unë ja dhash këtë informacion. A kuptoni? Jo. Hapni telefonat, hapni Google-ën, kërkoni fjalin. Edhe ai vet mundet me gjetë atë informacion që ti nuk e ke probleme. Edhe është mirë mi nxit në atë formë. Sa janë ata të gatshëm kur flitet për tema të tilla me qenë nxënës thjesht që bëjnë pyetje të vazhdueshme, kurreshtar, me mësu ma shumë për historinë e kombit të tyre, se shpesh një pyetje nxjerr diskutime të cilat edhe ti vetë si mësimdhënës habitesh se çfarë debati mundet me u krijuën brenda klasës. Para se me kalu këtu ndeshta më ndol pak të profa, që e përmeni sistemin nacional, do më thonë, vlerat kombëtare nacionale. Datat historike zakonisht shumë më tepër duhet të promovojnë në familje. Në rast se ne mund të dim tek nxënësat se sa ajo familje ka orientim kombëtar e sa ka orientime të tjera. Biseduam edhe para se marr këtu me profën. Brumi nacional i një familje dhe ndjenjat nacionale të rilindja kombëtare shqiptare dhe rilindja evropiane janë domethënë të ajo etnosi jonë që kemi. A ki qartë, dhe më thonë, në rrasë se ne, në familje, nuk e bëmosim ndjenjen kombëtare, ai nuk do të mëson. Edhe nëse kam të mësu, në shkollë kam të mësu, vetëm mënyrën formale, dhe më thonë, për mensh edhe që do të harron me të njerë sa dhe nga klasa. Ajo duhet me qenë e vazhdueshme. Ajo duhet me qenë e vazhdueshme e bëmosim në familje tonë. Sepse nëse nuk i tregojmë atina se kush është, ku i takon, ai nuk do të mëson. Se i përket pyetjes së dytë, zakonisht diskutimet ne mund t'i bëjmë në lëndën e historisë nëse bëjmë pyetje, domethënë të çuditshme për ta. Sepse nxisim domethënë kurreshtin e tyre për me ditë. Për shembull, mua më kujtohet kur kam qenë student i profesorit Aja Drangçollit, dhe ka pas bënë një pyetje, ai më bëri pyetje provokative, por unë nuk e shtina kokën me mendu me thellë. Edhe më tha çfarë dohani ka pirë Skënderbeu. Ne e dim se dohani ka ardhur për Amerikë pasi sa zbulua. Edhe, shiko, pyetjet provokative që bëhen edhe që janë pyetje interesante, janë shumë pyetje çuditshme se nxënësin e qet me mendu. Jo, edhe pak logjike. Edhe po logjike po, unë nuk e futa fare. Unë i thash, profesor, nuk e di që ka pi dohan Skënderbeu, nuk më pasara çfarë lloj dohani ka pas atë. Po nuk më kujtoj që dohani ka ardhur nga Amerika. A keni qartë? Edhe pyetjet interesante që janë për nxënës, se janë që nxisin korreshtin e tyre, bëjnë ata që të nxitet debati. Ti nuk duhet mi dhënë ata që ka është të shkruan në libër, se ajo janë shkruar në libër është. Por ti duhet me ngjit korreshtin e tira që ai të thot ato që i mendon nga njeriu që ka paraprake. Po për luftën e fundit në Kosovë, për historinë e Kosovës, ka hapësirë në librat e historisë? Tash unë kam një këshill për kolegët e mi. Po. Pa keq kuptime. Po kthejmë te kurrikula e Kosovës. Ta krijon atë mundësinë e fleksibilitetit, edhe është një gabim, po të kallëzoj drejt që mas mirë të evrejmë në për shkollat mesme të larta, e ne në gjimnaz që kemi histori, sidomos drejtimi shoqëror që ka 3 vite, e lajnë fund këtë pjesë. Normal në aspektin kronologjik është e fundit. Mirë po, një mësimdhënës duhet ketë kujdes, që domosdoshmërisht, duke janë shkalu disa temat historisë përgjithshme, jo kombëtare, po të historisë përgjithshme, sepse të historisë kombëtare su janë shkalon se nuk din se si ka ecë situata dhe ngjarje që kanë rrjedh për deri te akti i shpalljes pavarësisë Kosovës. Mirë po duhet mi jep hapësinë më përpara, mi bar temat
Që ti e ketë lirë që ato. E ketë lirë edhe ki mundësi. Bartjen e kokës e ke Plotësisht ti hapësirën. në kuptohet në historinë e përgjithshme, sepse na historinë e shpjegojmë në dy rrafshe, në historinë e përgjithshme, që flasim për ngjarjet botërore, flasim për shtete, edhe kemi atër njësi, do thotë si temat veçanta kemi vetëm historinë kombëtare. Se po mendon këtë? Fakti që Se po fundit fëmiu lodhet, apo dalin ku pjesa vlerësimeve, disponimi, rrethanat besa për ndryshme nuk arrin me realizue plan programin, edhe kështu ti, unë ju kishna kërku gjithë kolegëve të mi, sidomos shkollë fillore, edhe për shkollat mesmet larta, që të avancojnë në periudhën e do të temat e fundit historisë në përtekste shkollore, sidomos kur kemë bëj me luftën e Kosovës, shpalljen e pavarësisë. Për luftën e Kosovës në librat tonë të historisë. Çfarë duhet ju mësoni juve nxënësve? Duhet me pas kujdes se sa shumë libra për histori në luftën e fundit të Kosovës kanë dalë nga historianë të ndryshëm. Dhe jo që nuk janë kritikuar ato pas promovimit në pjesë, domethënë faza, për shkak të faktimit të subjektivitetit. Deshat e dalune, një ngjarje që të jetë e mirëfillt historike dhe të mos zbehet, duhet të kaloj minimum 50 vite në arkiv. Ngjarjet të cilat i mësojmë ne për luftën e ravdishme të viteve 90, do më thonë, rezistenca paqësore, pastaj viti 97-99 luftën e UÇK-s. Jo ngjarjet të cilat nuk tregohen në mënyrë objektive, po tregoj, do më thonë, kështu, sepse ju ka dhënë mundësia çdo njëri të shkruaj gjërat që nuk kanë qenë. Unë e thash edhe një historiografia mbështetet në fakte. Në rast se ti dëshiron me shpjegu diçka për vitin 92 që ka ndodhur, ti duhet me pas një shkrim të vitit 92 që e mbështet çata. Ose në rast se dëshiron me shkruaj ngjarjet e vitit 97 ose 8, duhet me pas një shkrim të shkruar nga një person i cili me kredibilitet, edhe që e ka shkruar çatë ngjarje. Në të kundërtën tjerat i mbesin vetëm, domethënë, hamendësimeve. Është shumë e mirë që përmendet historia, është përshkruhet, është ngarkuar me figura, gjitha kanë qenë respekt për gjitha ato figurat kombëtare, por nuk është e njëjtë një figurë që ka kontribuar 20 vjet, 10 vjet, edhe një figurë që rastësisht ka qelluar edhe është vrarë. Nuk është e njëjtë, në aspektin historik po flas. Se në aspektin ai ka dhënë më të shtrenjtën në jetën, por në aspektin historik nuk krahasohet. Edhe për atë arsye duhet të shkohet dikun 50 vite që të tregohet historia objektive. Edhe figurat kombëtare që atëherë rezistojnë historisë. Po atës bazë peshimi edhe një figurë që me kalimin e kohës zbehet dihet që ajo figurë nuk ka qenë atje në pjedestalin më të lartë. Sepse i ka informacionet se si qëndron sot ajo figurë dhe si është e përshkruar për shembull brenda faqeve. Sakt. Kur diskutojmë për këtë temë, kjo duhet mu shpjegu në dy rrafshe. Në rrafshin e teksteve shkollore, të cilat janë tekste të korrigjuara, të hartuara mirë, të kontrolluara, edhe dalin si teste zyrtare. Po mund ndodh mirë, po janë më shumë teste zyrtare, të cilat e kanë një adresë, e kanë një nënshkrim. Kurse kur flasim për autor që shkruajnë histori, normal që aty ka subjektivitet. Çdo ngjarje historike mund përmend te librat, sidomos te librat që janë për publikun, ka një subjektivitet. Ajo është e vërtetë. Unë kam lexuar disa pasqyroj. Mirë po në aspektin e teksteve shkollore. Mi u thon drejtën historia deri diku është e pasqyruar në ngjarjeve, të cilat tregojnë kronologjinë deri tek akti i shpalljes pavarësisë Kosovës. Duke filluar pas luftës së dytë botërore, në vitin 1945, që përshkruan rrugtimin ato reformat agrare, ajo dhuna, ai terrori, ajo padrejtësia që i bëhet shqiptarë, ne i shpjegojmë shumë mirë dhe kemi të shkruar në testet shkollore, që pasqyrojnë gjitha periudha, gjitha rrugtimin e shtëndërtimit Kosovës, me baticat e saj. Do thotë kur ka pas ngrimtje edhe rami, i pasqyrojmë ato. Do thotë aty nuk shon fort ndonjë subjektivitet. Janë ngjarje që ndoshta për shembull për periudhën deri në vitet e 90-ta mund ketë ndaj do thotë reduktim. Mirë po tek pasqyrimi i ngjarjeve të fundit, tani janë ngjarje që kanë ndodhur, edhe janë të dëshmuar.
duke përfshije, për shembull, vitet e 90-ta, themelimin e partive të para politike, paraqitjen e platformës politike të viteve 90-ta, pastaj kemi referendumin, kemi zgjedhjet që në Kosovë, dalja në skenë OÇK-s është shumë bukur e shkruan e drejt, pastaj lufta Kosovës. Do të thonë janë drejt të shkruara. Në testin shkollor këtu nuk shon ndonjë subjektivitet fort. Mund të jetë, do të thotë, kur i paraqesin në përtekste shkollore figurat, sepse nuk mundesh ti me mësu një periudhë historike, nëse nuk e ka pasqyrun personalitetin. Nuk mundesh ti me folë për periudhën e Skënderbeut, nëse nuk e ki figurën e Skënderbeut. Kuptohet, ajo është. Nuk mundesh me folë për lidhjen e Prizrenit, nëse si ki i merr Prizrenin e Sulejman Vokshën, Adyl Frashën, ato figurat. Ose për shpalljen e pavarësisë, që ki për shembull figurat qendrore, Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën, Luish Gorakuqin, e shumë figura tjera. Nuk mundesh me folë për vit, nëse folim tash për periudhën komuniste. Ne deshtem apo se deshtem, është një kohë që na kemi kalu. Ata duhet ta mësojmë kontekstin e një organizimi politiko-shoqëror të kohës. Po jo tash, edhe tash ta mohojmë atë histori, sepse edhe në atë periudhë bo diçka, o luftu për drejtat shqiptarëve, o luftu për drejtat shkollimit, flamurit, o luftu për me fitu autonominë e vitit 1974. Pra dhe figurat si Fadil Hoxha e Mahmud Bakalli, gjithë ato, ti nuk mu i mohan se është një periudhë historike. Jo, po janë të faktuara vlerat edhe kontributi tyre për kohën. Nuk guzojmë historinë ndryshe ta shpjegojmë vetëm kontekste kohore, se për ndryshe atë gabojmë. Sepse shpesh ju thom nxënësave të mi, historia Kosovës, pavarësia Kosovës, nuk lidhet me figurat, tash, për shembull, komandantëve të ushtrisë shqiptare, vetëm me Ibrahim Rgovës e disa tjerëve. Është një rrugtim 100 vjeçar, një rezistencë armatosur, një sakrificë për me e rujt identitetin kombëtar. Edhe jemi sot shteti pavarur. Këta vetëm e kanë mrrinja taktin final, këta qatë fat e kanë pasë që me qenë. Kontribut kanë dhënë, mirë po e kanë arrit konkretizimin. Rrugtimi ka qenë më i gjatë. Kështu që për mendimin tem, ka nevojë më pasqyrua shumë gjare, më pasqyrua me shumë gjare historia jonë e kohëve të fundit. Ka hala nevojë me shumë gjare, mirë po, në thelb, po thuj se gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në rrugtimin e pavarësisë Kosovës janë të theksuar. Janë të theksuar. Kemi përmbushur kohën e planifikuar, profesor, sa e duan lëndën e historisë nxënësit e ditëve të sotme? Kjo është një pyetje pak e vështirë me dhonë, për arsye se zakonisht lëndët që nxënësit i duhen janë lëndë të cilat nuk janë të mbushura me data, me vite, me arkiqar. Historia e ka këta. Është mirë që në tekstet historike tashme i kanë reduktu shumë me këtë datë 1900 që ka lindur personaliteti. Tashti personalitetet i kanë lidhur me ngjarjet, ku e thash në fillim. Edhe kjo është bërë më mirë. Për shembull, lidhja shqiptare për Izraelit lidhet me personalitetin e Abdyl Frashërit. Sa mirë. S'ka ka nevojë me ditaj se 1882-ën ka vdek Abdyl Frashi apo kur as ja ki qartë. Por duhet ta dinë personalitetin me ngjarjen. Edhe këtu në të kaluarën historia ka qenë pak e kuklavitur edhe e mundimshme për ta, sepse si mëdhënësit e kohës më hershme, edhe unë kam qenë edhe atëherë, si mëdhënës që se punoj që në vitin 2002, domethënë i kushtonin më tepër rëndësi viteve, e jo personaliteteve dhe ngjarjeve. Tash është ndryshu. Ti që po e lidhi? Mu një herë më ka rastis për gjatë përvojës sime, më thonin nxënës, kur do më natë spjeguti na i shkrimtari cili është gjallë? Do më thonë nxënësat janë kureshtar, bëjnë pyetje edhe të këtij niveli. Edhe normal që do duhet japim një përgjigje shumë të mirë për shkak të historisë, punës, kontributit edhe vlerave që kanë pas gjithë ata shkrimtarë për gjuhën shqipe. Por në histori, mund ta bëj një pyetje të tillë? Po, por figurat gjalla nuk i takojnë historisë. Figurat e gjalla. Ato janë figurat e gjalla si takojnë historisë. Sepse ne nuk e dim deri në fund apo bëhen tradhtar. E Fanoli e thot një thoni shumë mirë. Thot brenda ditës tek ne nga patrioti bëhesh, domethënë si me magji bëhesh tradhtar, nga tradhtar në patriot. A e kishte përvojën e vet? Po, shiqo, më së miri gjendjen historike tek kombi ynë e përshkruan Fajkonica. I lexon veprat e Fajkonicës edhe ai saktësisht të tregon ngjarjet e çdo personaliteti kombëtar të kohës se ka kaluar.
Ai shikon, në vitin 1914 në një intervistë që e jep për një gazetë londineze, ai e përshkruan Ismail Qemolin si tradhtor. Thotë është munduar që gjithçka ta bëjë për pjesën e Shqipërisë së Jugut. Nuk i ka interesuar veriu ose pjesë tjetër. Ai ka dhënë intervistë, është intervistë që ku dush mundesh me lexo. Por sa ka qenë objektiv ai, tash ti. Sepse edhe rivaliteti ka qenë mes tyre i madh. Unë mendoj që kur po shtron këtë problematik, është të vërtet. Mirë po tek ne në histori, edhe të ju në letërsi, sepse njerëz nuk kanë lind kohën e kalune, lindin tash. Do të thotë ngjarjet janë zhvilluar në kohë të kalune, mirë po Unë e nisam ato që nxënësit mund të bëjnë pyetje të çuditshme. Ajo çka argumentu që ato. Ajo për shembull çka i duhet një mësimdhënësit historisë. Duhet krijon analogji rreth ngjarjeve, që me e fol thash në fillim për historinë e pavarësisë Shqipërisë, që në një farë mënyrë vetëm ndryshon koha, konteksti rrethonave ekonomike, politike, se rrugtimi është i njëjtë. Nuk ndryshon përmbajtja, nuk ndryshon qëllimi, nuk ndryshon objektiva, nuk ndryshon kundërshtari, edhe kundërshtari politik. Nëse të shpallja Shqipërisë ka ekzistuar edhe perandoria osmane, mirë po pas shpalljes kanë ekzistuar shtetet Çinje, si Serbia, Greqia, Malizi, kështu që ne tash duhet me lidh një analogji me rrugtimin e pavarësisë Shqipërisë edhe Kosovës, me bëma atraktive orë. Po, si përfund, një fjali komplete, si tu themi nxënësve vazhdimisht që ta duan flamurin dhe kombin? Kjo duke ju përshkruar ngjarjet historike. Me që jemi në muajin e Do festave. thotë kolegu im e tha shumë mirë. Baza është familja. Do thotë çdo familje duhet në shpirt veten me pas ndjenjen edhe dashurisë. Vlerat kombëtare. Që pastaj edhe institucioni si institucion duhet vazhdimisht t'ja kujton fëmijës. Faleminderit, profesor. Nëse se duam ne flamurin, kush do ta doj këto? Kështu që ata duhet ta kuptojnë më së pari se janë shqiptar, kanë lindur shqiptar, nuk e kanë zgjedhur, po domethënë diçka tjetër mund ta zgjedhësh. Por këtu ki lindur, je me gjak i tillë. Dhe për atë arsye, nëse nuk e dojmë ne këtë flamur, kush do ta doj? Pas nesh. Faleminderit shumë që u përpoqët përmes praktikave tuaja profesionale të elaborojmë këtë diskutim të sotëm. Faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit shumë. Ndami këtu bashkë, lëm takim në një tjetër temë diskutimi. Mirëmbëjtje.